Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takohemi sërish së bashku për të komentuar një lëvizje që në fakt ka bërë një vëmendje shumë të madhe dhe ka marrë një vëmendje shumë të madhe. Gjesti ditën e sotme ka ndarë me të gjithë ne fotografi dhe momente shumë të bukura gjatë udhëtimit të tij drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për të gjithë ata që nuk e dinë, më datën 13 qershor, Gjesti do të performojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të krijuar një atmosferë të paparë. Por çfarë ka ndodhur? Në kanalin zyrtar YouTube të Gjestit janë fshirë disa këngë të cilat Gjesti ka patur shumë virale dhe shumë këngë të dëgjuara. Do me thënë kënga Katile, Uhalite e disa këngë të tjera. Këngët nuk janë në YouTube, tani do me thënë po ndodhen si që duket i njëjti problem si që ka ndodhur me këngën e Fifit edhe me këngën e Eglit. Ndoshta kemi të bëjmë me një problem menaxhimi, që menaxhmenti i mëhershëm i Gjestit ka bërë problem tashmë që Gjesti po menaxhohet krejtësisht nga njëri tjetër, do me thënë ish menaxheri i Gjestit, për të cilin Gjesti edhe ka folur në rrëfimin e tij, ose ndoshta është vetë Gjesti i cili ka marrur një vendim të tillë që të fshi këto këngë nga YouTube-i, edhe pse ishin këngë që kishin qindra dhe mijëra, le të themi me plot bindje miliona klikime. Siç duket, situata mes Fifit edhe Eglit u dha forcë menaxherëve që të ngriten në këmbë edhe të kërkojnë të drejtat autoriale të tyre. Dhe në qoftë se këngët nuk kanë qenë në të drejtën autoriale të Gjestit, por me një mirë kuptim në atë kohë janë postuar në kanalin e Gjestit, që Gjesti të ketë identitetin e tij si artist, si këngëtar, atëherë me të drejtë të plot mund t'i heqën producenti apo ai i cili ka patur të drejtat e këtyre këngëve, se nuk ma merr mendja që është Gjesti ai i cili ka hequr këngët nga kanali zyrtar i tij, sepse këngët kishin klikime, kishin rritje shumë të mëdha. Kjo gjë ka ndodhur sot, shikoj ca komente që thonë se Gjesti e ka bërë për vëmendje, nuk e besoj që është e bërë për vëmendje kjo gjë. Jam i bindur që është një problem i cili mund të ketë rrjedhur me menaxhimin e mëhershëm të Gjestit, ku me plot të drejta ato tashmë kërkojnë të drejtat autoriale të projekteve që Gjesti ka punuar më herët dhe kërkojnë të drejtën e tyre për t'i hequr Gjestit këngët nga rrjeti social YouTube. Besoj se Gjesti do të flet për këtë pikën, përse janë fshirë këngët, përse këngët nuk ekzistojnë, mund t'jenë bërë edhe privat, duke e ditur që më herët këtë kanal e ka menaxhuar krejtësisht dikush tjetër dhe tani e menaxhon dikush tjetër. Do të shohim se çfarë Gjesti do të thotë në ditët në vazhdim, në qoftë se prenoncohet apo edhe në qoftë se nuk prenoncohet. Besoj që do të kuptohet e vërteta përse Gjesti i ka fshirë këngët nga YouTube-i. A nëse është puna për vëmendje, kjo është një lajm kot, do me thënë që disa thonë që ka bërë për vëmendje. Gjesti nuk ka nevojë për vëmendje, Gjesti vëmendjen e plot e ka dhe nuk duhet të bëjë gjëra të këtilla për të marrë vëmendje, sepse bëhet fjalë për ca këngë të vjetra apo këngë të mëhershme të karrierës së Gjestit që kanë qenë boll mirë të klikueshme. Por gjithsesi në ditët në vazhdim do të kuptojmë detaje më të hollësishme për këtë gjë që ka ndodhur. Është një veprim në fakt që është vërejtur nga ndjekësit e Gjestit, nga fansat e Gjestit, të cilët e kanë vërejtur se shumë këngë nga kanali i Gjestit janë fshirë.